Shpesh herë, Perëndia ka bekimet e tij më të mira frymërore dhe bekimet e tjera që presin për ne nëse ecim në shtegun e tij, nëse ndjekim kohën e tij, nëse presim në të, nëse i besojmë dhe lëvizim kur ai na thotë të lëvizim. Katër dekada më parë, ne filluam shërbesën Prekja për t'i drejtuar njerëzit në mbar botën në një marrëdhënie më të thellë me Jezus Krishtin. Përgjatë viteve, ne kemi parë madhështinë e Perëndisë, dashurinë dhe bekimin e tij në mënyrë aq të mahnitshme, sa duam që të gjithë ta njohin atë. Ndaj le të hapim fjalën e Perëndisë dhe ta kërkojmë atë së bashku. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni pasojat e dështimit në besim. A është e çuditshme që shpesh herë Perëndia na bekon ne dhe më pas ne nuk përgjigjemi siç duhet? Dhe pyesim veten pse kalojmë vështirësi dhe sfida. Pyesim veten ku është Zoti, ai është atje ku ka qenë gjithnjë. I gatshëm të na bekojë, të na shpreh dashurinë e tij ndaj nesh, të na i falë mëkatet tona, ta shkruajë emrin tonë në librin e jetës së qenjit dhe një ditë të na marrë në qiell. Pse nuk e kuptojmë mesazhin herët në jetë? Kjo është e vërtet në të gjithë fjalën e Perëndisë. Izraelitët kishin qenë në skllavëri në Egjipt për 430 vjet. Perëndia i kishte çliruar ata, ai i kaloi ata përmes shkretëtirës dhe në fund, në kohën e duhur, ai i kaloi ata përmes detit të kuq. Dhe pastaj përsëri në shkretëtirë, rrugës për në tokën e premtuar, në Kanaan. Ata kishin dëgjuar për shumë vjet që Zoti kishte një tokë të premtuar. Ai kishte një vend për ta, vendin e tyre, jo Egjiptin. Dhe kështu shkrimi fillon me reagimin e tyre ndaj bekimit të mrekullueshëm të Zotit në jetë. Dua të më dëgjoni me kujdes sepse ky pasazh i shkrimit na përshkruan ne shumë herë në jetë kur ne ndodhemi pranë një bekimi, kur jemi bekuar dhe se si reagojmë ne. Ndaj duhet t'i hapni Bibla tek Numrat, kapitulli 13. Dhe ajo që ka ndodhur këtu është që Mojsiu dërgoi spionët në tokën e premtuar për të kontrolluar vendin. Pra ata e dinin se do të kishin betejë dhe do ta merrnin vendin me luftë. Dhe kjo është përgjigjja e tyre. Kështu Mojsiu dërgoi dikë nga çdo fis dhe në vargu 27 ata japin një raport për atë që panë. Aty rrjedh me të vërtet qumësh dhe mjalt. Dhe këto janë pemët e tij. Më pas kemi këtë grup njerëzish që janë gjithnjë në grup. Dhe këta njerëz thanë: populli që banon në këtë vend është i fortë, qytetet janë të fortifikuara dhe shumë të mëdha, dhe aty pam edhe pasardhësit e Anakut, gjigantët pra. Amalekitët banojnë në krahinën e Negevit. Hitejnë, Kepusejnë dhe Amorejnë banojnë përkundrazi në krahinën malore, ndërsa Kananejnë banojnë pranë detit dhe gjatë. Me fjalë të tjera, ata ishin shpërndar gjithandej. Atëherë Kalebi e qetësoi popullin që murmuriste kundër Mojsiut dhe tha: le të ngjitemi menjëherë te ky vend. Mund ta zotërojmë atë vend sepse këtë mund ta bëjmë me siguri. Por njerëzit që kishin shkuar me të thanë: ne nuk mund të sulemi kundër këtij populli sepse është më i fortë se ne. Kështu i paraqitën një raport të keq për vendin që ata kishin vëzhguar, duke thënë: vendi që kemi përshkuar për ta vëzhguar është një vend që i ha banorët e tij. Dhe të gjithë njerëzit që kemi parë në të janë njerëz me shtat të lartë. Përveç kësaj aty pam gjigant, pasardhësit e Anakut, që rrjedhin nga gjigantët, përballë të cilëve na dukej se ishim karkaleca. Dhe kështu duhet të dukeshim atyre. Pra, i kemi gjithmonë këta dy grupe njerëzish, kemi grupin por dhe kemi grupin e besnikëve. Ku mendoni se jeni ju? A jeni në grupin por? A jeni negativ për gjërat, negativ? E di që Bibla thotë se Zoti i përgjigjet lutjes, apo jeni me Kalebin dhe ju po e shihni atë që Zoti ka siguruar dhe po e shihni atë nga një perspektivë që është e qëndrueshme. Dhe kështu, unë dua që të vini re disa vargje këtu. Fillojmë në kapitullin 14. Pasi e dëgjoi këtë raport, atëherë tërë asambleja ngriti zërin dhe filloi të përtas, dhe atë natë populli qau.
dhe të gjithë bijtë e Izraelit murmurisnin kundër Mojsiut dhe kundër Aaronit, dhe tërë asambleja u tha atyre: "Dëgjojeni mirë këtë. Sikur të kishim vdekur në vendin e Egjiptit, ose sikur të kishim vdekur në shkretëtir pikërisht këtu ku jemi tani. Pse Zoti na çon ne në këtë vend që të bijem nga goditja e shpatave? Gratë dhe fëmijët tanë do të bëhen prej armikut. A nuk do të ishte më mirë për ne të kthehemi në Egjipt?" Kështu ata i thanë njëri tjetrit: "Dëgjojeni mirë këtë. Le të zgjedhim së shpejti, le të vëmë një kryetar, sepse ata nuk e donin Mojsiun, dhe të kthehemi në Egjipt." Atëherë Mojsiu dhe Aaroni ranë përmbys përpara tërë asamblesë së mbledhur. Jozue biri i Nunit dhe Kalebi biri i Jefunehut, që ishin ndër ata që kishin vëzhguar vendin, grisën rrobat e tyre. Dhe ata i folën kështu asamblesë së bijve të Izraelit duke thënë: "Vendi që kemi përshkuar për ta vëzhguar është një vend i mirë, shumë i mirë. Në rast se Zoti kënaqet me ne, do të na çojë në këtë vend dhe do të na jap neve një vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt." Mënyra e përshkrimit të tyre përfshinte çdo gjë. "Vetëm mos ngrini krye kundër Zotit dhe mos keni frikë nga populli i vendit, sepse ai do të jetë ushqimi ynë, mbrojtja e tyre është larguar nga ata. Dhe Zoti është me ne, mos keni frikë nga ata." Atëherë tërë asambleja foli për t'i vrarë ata me gur. Por lavdia e Zotit ju shfaq në çadrën e mbledhjes tërë bijve të Izraelit. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: "Deri kur do të më përçmoj ky popull? Dhe deri kur do të refuzojnë të besojnë? Pas gjithë atyre mrekullive që kanë bërë në mes të tyre, unë do ta godas ata." Pra, ajo që dua të shohim në këtë pasazh është kjo. Një parim shumë i rëndësishëm është që unë dhe ju të përballemi çdo ditë të jetës sonë ose shumicën e ditëve në një mënyrë ose në një tjetër, do me thënë, pasojat e të paturit një dështim në besim. Ju i besoni Zotit për këtë, i besoni për atë, çfarë na bën ne që të dështojmë në besimin tonë? Një dështim në besim është një dështim për të besuar Zotit kur përballeni me një sfidë, sprovë ose tundim. Tani të gjithë ne do të sprovohemi dhe tundohemi me raste, dhe do të tundohemi për të u kthyer pas. Dhe ka pasoja për këtë gjë. Dhe kështu, ata e gjejnë veten duke i thënë jo. Dëgjoni këtu. Duke i thënë jo premtimeve të Zotit të plotfuqishëm, që ishte kërkuar nga 2 shërbëtorë besnik. Dhe tani ata ishin pranë premtimit, por do të bënin gabimin më të madh të jetës së tyre. Shpeshherë Perëndia ka bekimet e tij më të mira frymërore dhe bekimet e tjera që presin për ne nëse ecim në shtegun e tij, nëse ndjekim kohën e tij, nëse presim në të, nëse i besojmë dhe lëvizim kur ai na thotë të lëvizim. Është vendi i mirë. Sa herë keni pasur dështime në besim? Pra kjo është çështja këtu. Do me thënë, një dështim në besim, dhe kjo mund të ndodhë me gjërat e vogla si dhe me gjërat e mëdha. Atëherë, cili është reagimi tyre? Zhgënjim i hidhur. E gjithë asambleja ngriti zërin, bërtiti dhe atë natë populli qau. Dëgjoni, ata ishin duke qëndruar në kufijt e tokës së premtuar, vendin e qumshtit dhe mjaltit. Një vend për të cilin ata kishin ndërruar, ishin lutur dhe i kishin besuar Zotit për gjithë ato vite. Dhe tani, për shkak se dikush tha, më dëgjoni me kujdes, por populli që banon në këtë vend është i fortë, qytetet janë të fortifikuara, njerëzit ishin të shumë në numër. Kini kujdes nga këta njerëz në jetën tuaj, nga turma që thot por. Ndaj bëjni vetes pyetje në familjen tuaj. Kush është personi që thot por? Dëgjoj disa nga ju. Ju e dini se cilët janë ata. Disi ata thjesht nuk mund të pranojnë faktin që Zoti dëshiron të bëjë diçka për ju. Kjo nuk ka të bëjë as pak me faktin nëse meritoni apo jo. A është ndokush nga ju pa mëkat? Jo. Dëgjoni këtu. Prandaj ju e quani hir. Hir, jo diçka që ju e meritoni. Hir. Dashuria mahnice dhe mrekullueshme e Zotit. Dhe kështu, ata dështuan në besim. Ata zhvilluan një pikpamje të shtrembëruar të rrethanave të tyre. Ne e dim se çfarë ka bërë Perëndia. A nuk është interesante se sa shpejt mund të harrojmë përgjigjet e lutjes? Ja pse mendoj se të gjithë ne duhet të marrim një kohë
gjatë ditës ose natës ose në një pikë, çdo ditë që të takohemi me Atin. Lutuni atij Zot foli zemërsimi. Do me thënë, çdo besimtar ka nevojë për një kohë adhurimi në jetë, qoftë e gjatë apo e shkurtër, qoftë me dikë apo qoftë edhe vetëm. Mendoni për faktin se ju po planifikoni të zgjoheni nesër në mëngjes dhe do shkoni në punë. Amen. Supozoni se zgjoheni dhe nuk mund të shkoni. Supozoni se nuk zgjoheni. Dhe vërteta është kjo, të gjithë ne varemi nga Zoti në çdo frymëmarrje që marrim. Dhe mendoni për këtë, ju jeni ulur këtu dhe një frymëmarrje larg nuk jeni më këtu. Ne të gjithë varemi nga ai. Kështu kur ai kërkon t'ju bekojë juve dhe t'ju jap udhëzim e drejtim në jetë, kur ju s'mbrapseni nga bekimi i Perëndis, kjo është fyrje për atë që ai është. Ne quajmë atë Perëndi çfarë? Një Perëndi i hirit. Perëndi i dashurisë, mirësisë, mëshirës dhe dashamirësisë. Dhe mendoj se ka shumë njerëz që e kanë pranuar Jezusin si shpëtimtarin e tyre, të cilët nuk mund ta besojnë që Zoti mund t'u jap atyre dhurata frymërore, që Perëndia mund t'i forcojë ata t'u përgjigjë lutjeve të tyre, t'u jap gëzim, paqe dhe udhëzim, drejtim në jetën e tyre. Ata thjesht nuk mund ta besojnë. Kështu ata duan të jetojnë në lëmshin e tyre. E po mendoj se jam i shpëtuar, por ndonjëherë nuk e di nëse jam ose jo, që ne të dyshojmë te Perëndia dhe të jetojmë në një nivel që është më i ulët nga ai që ai planifikoi, është marrëzi dhe diçka e panevojshme, një dështim në besim. Gjëja e tretë që ju duhet të vini re këtu është që ata i bën të tjerë që të vuanin. I gjithë kombi vuajti nga dështimi i tyre në besim. E gjithë asambleja. Dhe ju mund të kaloni te kapitulli 14, vargjet 1 deri në 10, të gjitha familjet. Dhe dëgjoni këtu. Më lejoni thjesht që ta lexoj këtë gjë sepse mendoj se është ajo që ne duhet të shohim. Kjo është një zgjedhje që ata bën. Zoti po u flet atyre tani. Dhe jemi te vargu 20 i kapitullit 14. Dhe tu ta lexoj këtë sepse dua që ta kuptoni këtë në mendjen tuaj. Atëherë Zoti tha: "Unë fal ashtu siç ti kërkove." Por në fakt dëgjoni. Ata e kishin harruar. Por ashtu siç është e vërtet që unë jetoj, e gjithë toka do të jetë plot me lavdinë e Zotit dhe tërë këta njerëz që kanë parë lavdinë time. Dhe ata e kishin parë këtë. Të tërë ata njerëz që kanë parë lavdinë time dhe mrekullitë që kam bërë në Egjipt e në shkretëtir ku i kalova përmes saj, dhe më kanë tunduar mua 10 herë dhe nuk e kanë dëgjuar zërin tim. Me siguri nuk kam për ta parë vendin që u betova t'u jap etërve të tyre. Askush nga ata që më kanë përçmuar nuk ka për ta parë, por shërbëtorin tim Kaleb, duke qenë se veproi i shtyr nga një frym tjetër, e më kanë ndjekur plotësisht. Unë do ta fus në vendin ku ka shkuar dhe pasardhësit e tij do ta zotërojnë atë vend. Amalekitët dhe Kanaanejt banojnë në Lugin. Nesër ktheuni prapa dhe nisuni drejt shkretëtirës në drejtim të detit të Kuq. Zoti u foli Mojsiu dhe Aaronit duke thënë: "Deri kur do duroj këtë asamble të keqe që murmurit kundër meje? Unë dëgjova murmuritit që bëjnë bijtë e Izraelit kundër meje. U thuaj atyre: ashtu siç është e vërtet që unë jetoj, thot Zoti, unë do t'ju bëj atë që kam dëgjuar prej jush. Dëgjojeni mirë me kujdes këtë. Kufomat tuaja do të bie në këtë shkretëtir. Ju të gjithë që jeni regjistruar nga mosha 20 vjeç e lartë dhe që keni murmuritur kundër meje, nuk do të hyni me siguri në vendin ku betova se do të banoni me përjashtim të Kalebit birit të Jofuneut dhe të Jozueut birit të Nunit. Ndërsa të vegjëlit tuaj që ju thatë se do të ishin viktima të armiqve, do t'i fuzet ata, do të njojnë vendin që ju keni përçmuar. Por sa për ju, kufomat tuaja do të bie në këtë shkretëtir dhe bijtë tuaj do të kullosin kopet në shkretëtir 40 vjet me radhë dhe do të mbajnë ndëshkimin për babesitë tuaja derisa të treten kufomat tuaja në shkretëtir. Kur Perëndia ju ofron diçka, kur ai ju thërret të bëni diçka që është e drejtë, e mirë dhe e shenjtë, dhe ju premton juve një bekim, shpesh herë ka një ndëshkim të rënd kur nuk e pranon atë që Zoti ka dhënë. Dëgjoni. Ky është një bekim aq i madh sa Zoti tha në rregull. 40 vjet. Për 40 ditë ju than jo. Në 40 vjet ju do të vdisni në shkretëtir.
Ju thoni, po kjo tingëllon e ashpër. Jo. Në bazë të numrit të ditëve që keni përdorur për të vëzhguar vendin, do me thënë 40 ditë, për çdo ditë do të mbani fajin tuaj 1 vit, gjithsej pra 40 vjet. Kështu do të kuptoni çdo të thotë që unë jam tërhequr nga ju. Unë Zoti fola me siguri. Kështu do të veproj kundër gjithë kësaj asambleje të keqe që u mblodh kundër meje. Në këtë shkretëtir, ata do të treten dhe këtu do të vdesin. Njerëzit që Mojsiu kishte dërguar për të vëzhguar vendin, mbas kthimit të tyre kishin shtyrë asamblen të murmuriste kundër tij, duke paraqitur një raport të keq për vendin. Ata njerëz që kishin përpiluar raportin e keq për vendin, vdiqen nga një plagë përpara Zotit. Por Jozueu biri i Nunit dhe Kalebi biri i Jefuneut mbeten të gjallë midis gjithë atyre që kishin shkuar të vëzhgonin vendin. Ky është një paralajmërim. Është një paralajmërim hyjnor për çdo fëmijë të Zotit. Në anën tjetër të përvojës së shpëtimit, çfarë do të bëni ju? A do të jetoni një jetë të perëndishme? Zoti ka siguruar një jetë të perëndishme. Ai ka siguruar gjithçka që keni nevojë. Me fjalë të tjera, ne ndonjëherë, si besimtar, duam të fajsojmë Zotin për diçka që ndodh në jetën tonë, kur e vërteta është që ne dështojmë të jetojmë në bazë të premtimeve që ai na ka bërë, prandaj edhe ne vuajmë pasojat e mosbesimit. Pra, ja se çfarë dua që të shihni këtu. Përkeqësimi i gjërave duke u përpjekur të korrigjojë mosbindjen tonë pa ndihmën e Perëndisë. Kjo është ajo që ndodhi. Ndaj, dëgjoni këtu. Atëherë Mojsiu njoftoi këto fjalë bijve të Izraelit dhe populli ndjeu një dhimbje të thellë. Dëgjoni këtu. O ngritën herët në mëngjes. Ata kishin marrë vendimin që të mos i bindeshin Zotit. O ngritën herët në mëngjes, pasi e dëgjuan gjykimin e Zotit, u ngritën herët në mëngjes dhe u ngjitën në maj të malit duke thënë, ja ku jemi, ne do të ngjitemi në vendin për të cilin na foli Zoti, sepse kemi mëkatuar. Por Mojsiu tha atyre, pse e shkelni urdhërin e Zotit? Nuk ka për t'u dalë mbar. Mos u ngjitni, sepse do t'ju mundin armiq tuaj. Zoti nuk është mes jush. Para jush në fakt ndodhen Amalekitët dhe Kanaanejt, dhe ju do të rrëzoheni nga shpatat e tyre sepse jeni larguar nga rruga e Zotit. Dhe Zoti nuk do të jetë me ju. Por prapa ata u ngjitën. Dëgjoni, kjo është ajo që ndodh. Dëgjoni mirë. Kur ju qëllimisht nuk i bindeni Zotit, dhe më pas doni të shmangni gjykimin ose ndëshkimin dhe merrni vendim të mirë dhe thoni, po ja se çfarë do të bëj unë tani. E di që gabova, por ja se çfarë do të bëj. Dëgjoni këtu. Ata patën guximin të ngjiten në maj të malit, por arka e beslidhjes së Zotit dhe Mojsiu nuk lëvizën nga mesi i kampit. Atëherë Amalekitët dhe Kanaanejt që banonin mbi këtë mal zbritën poshtë, i thyen dhe i vun përpara deri në Horma. Pra ka disa vendime në jetë dhe unë mund t'ju them se e di që kjo është e vërtetë. Ka disa vendime në jetë që i merrnin vetëm me një mundësi. Vetëm një. Ka disa vendime në jetë që i merrni ka një ndëshkim kur ju e merrni atë vendim. Ju ktheheni më pas dhe thoni, o Zot, më vjen keq, unë harrova. Jo, disa vendime që merrni janë të pandrejshme. Kur ju e kaloni një herë kufirin dhe thoni, po na përmend diçka, jo, nëse unë përmend diçka, ju do thoni, kjo nuk më ka ndodhur mua. Pra thjesht do ta them. Mosbindja ndaj Zotit, shpesh herë ju vendos ju në një pozitë ku mund të pendoheni për mëkatin tuaj dhe të kërkoni Perëndisë t'ju falë, t'i thoni se sa turp ju vjen dhe gjithë të tjerat, por kjo nuk e ndryshon ndëshkimin. Nuk e bën. 40 vitet të gjata në shkretëtir dhe mbani mend që do t'i rikthemi kësaj, kur ata u kafshuan nga gjerprin dhe gjithë gjërat e tjera që u ndodhën atyre, me qira fjala ka qenë gjithnjë e njëjta gjë. Dhe pse e bën ata këtë? Sepse nuk i besuan Zotit, ata nuk ishin siguritë e Zotit. Ata nuk po e pranonin sfidën e Zotit. Besuan vetëm 2 burra nga gjithë grupi. Edhe shpeshherë njerëzit sot pyesin vetëm pse po kalojnë kohë kaq të vështira. Më lejoni t'ju them këtë gjë, dhe ju e dini që unë i them këto gjëra nga dashuria. Dhe sepse e di që kjo gjë ndodh. Kur ju me qëllim, me vullnet nuk i bindeni Zotit, veçanërisht në vendime shumë të rëndësishme në jetën tuaj, ai, më dëgjoni, Perëndia është një Zot që fal, por ai mund t'ju falë ju pa e hequr ndëshkimin. Këtë pjesë ne nuk e kuptojmë.
Sepse ne i kërkojmë atij të na falë dhe ai na fal, por a do ta heq kjo ndëshkimin? Varet gjithmonë nga mëkati. Ai e fali mëkatin e tyre, por nuk e hoqin ndëshkimin. Jap se të jetuarit me bindje është absolutisht shumë e rëndësishme. Ju thonë mirë, po kujtoj të kaluarën time dhe mendoj për gabimet që kam bërë. Unë nuk po them se Perëndia nuk fal, por ai thot po t'i rrëfej mëkatet tona, bijem dakord me të, ai është besnik dhe i drejtën ai fal mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paudhësi. Por Bibla thot gjithashtu, ne do të korrim atë që mbjellim. Pikë. Dhe nuk thot po të rrëfejmë dhe pendohemi për mëkatet do të heqim edhe ndëshkimin. Nuk e thot këtë gjë. Perëndia fal, por shpeshherë ai nuk i fshin pasojat e mëkatit. Dhe nëse i mendoni këto gjithashtu, kur unë i mendoj të gjitha këto, dhe pyes mirë, por si ta korrigjoj këtë pjesë, në fakt ka ndryshë. Gjëja e parë që bëni është që zhyteni në fjalën e Zotit dhe thoni: Zot, foli zemrës time, foli me një pasazh. Më ndihmo të jem në gjendje të shoh në fjalën tënde diçka që zbatohet në zemrën time, në pikën ku unë ndodhem tani. Forcoje besimin tim. Zot, më trego se si ta ruaj fokusin tim. Dhe kur mendoj për të gjitha këto, mendoj edhe për ndikimin që kjo pati te Josueu. Ndaj do të hap Biblën te libri i Josueut për një çast. Te ajo që Zoti i thot Josueut, i cili kishte jetuar 40 vjet në shkretëtir, ndërkohë që shumë prej tyre vdiqën. Tani shumë gjëra kishin ndodhur, edhe shkrimi thot këtë. Te Josueu kapitulli 1. Mbas vdekjes së Mojsiut, shërbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Josueu, djalit të Nunit, që i shërbente Mojsiut dhe i tha: Mojsiu, shërbëtori im, vdiq. Prandaj çou, kalo Jordanin, ti dhe gjithë ky popull dhe shko në atë vend që unë ju jap atyre bijve të Izraelit. Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani i këmbës suaj ka për të shkelur, siç i thash Mojsiut. Territori yt do të shtrihet nga shkretëtira dhe nga Libani deri në lumin e madh, në lumin e Eufratit, nga tërvendi i Temeve deri në detin e madh në perëndim. Dëgjojeni këtë. Askush nuk do të mund të të kundërshtojë gjatë tërë ditëve të jetës sate. Ashtu siç unë kam qenë me Mojsiun, kështu unë do të jem me ty. Nuk do të lë ty, as nuk do të braktis. Ji fort dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotroj vendin që u betova t'u jap etërve të tyre. Vetëm tregohu i fort dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas tërë ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shmang prej ti as djathtas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që ti të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaf kurrë nga goja jote, por mendo për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjithë atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë ti do të përparosh. E kuptuat këtë gjë? Tani unë dua t'ju jap një ilustrim të fundit. Para se të bëja predikimin tim të parë, unë po qëndroja në dhomën time. Nëna ime erdhi brenda dhe tha: "Unë dua të jap një varg nga shkrimi para se ti të predikosh." Dhe vargu ishte ky: "A nuk të urdhërova unë ty? Je fort dhe trim, mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që ti të shkosh." Dhe unë mbaj mend që po ecja për në kish, dhe unë ndalova në anën tjetër të rrugës, poshtë një neoni. Vargun e kisha mësuar përmendesh shumë shpejt. Dhe thjesht thash: "Mirë o Zot, unë po të besoj ty." Ishte predikimi im i parë. Dhe ky vazhdon të jetë një nga vargjet e mi të preferuar, sepse është i vërtet. Dëgjojeni këtë. "A nuk të urdhërova unë, je fort dhe trim? Pse? Mos ki frikë dhe mos u thyej. Pse? Në çdo situatë, në çdo rretham. Pse? Sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh." Zoti Perëndia yt, që të dha fjalën, të dha Biblën, Zoti Perëndia yt që është i plot fuqishëm, i gjithdijshëm dhe gjithpranishëm, është me ty kudo që ti të shkosh. Duhet ta fusni në zemrën tuaj këtë, sepse të gjithë ne do të përballemi me kohë të vështira.
por nuk ka të bëjë me kohët e vështira, por me mënyrën se si reagojmë. Ji i fortë dhe trim. Mos ki frikë dhe mos u thyej, mos dëgjoni këtu, mos u shkurajoni për asgjë. Zoti Perëndia yt është me ty. Dëgjojeni këtë, më pëlqen shumë. Kudo që ti të shkosh. Unë mbaj mend kohën kur unë isha 16 vjeç. Dhe unë mund t'ju them, po, kudo që ju të shkoni, atje do t'jetë edhe ai për t'ju ndihmuar t'ja dilni mban. Dhe unë kam kaluar vetë kohë shumë të vështira. Por e dini çfarë kam jetuar me këtë varg. Dhe mund t'ju them se çfarë do që ju po kaloni. Ky varg është një përkushtim ndaj Zotit të Shenjtë, i shkruar në këtë libër të shenjtë, që gjen zbatim te secili nga bijtë e tij, që është i rilindur, që është nga ai që i beson, që pret në të dhe që i bindet atij. Ai nuk mund të dështojë. Amen. O atë ne të falenderojmë që ti i vendosi gjithë këto shkrime në fjalën tënde të shmuar. Dhe unë lutem që fryma e shenjtë do ta gëdhen këtë varg në zemrën e çdo personi. Sepse Zoti e di që ne po kalojmë përmes kohëve të vështira dhe do të kalojmë kohë të vështira. Por ne kemi premtimet e tua, që ti do të jesh me ne. Ti nuk do të na harrosh ne. Ne do të kemi forcë dhe energji dhe fuqi dhe siguri për të besuar ty dhe do të jemi fitimtar. Në emrin e Jezusit.